Miqtë e mi, ju përshëndes nga një lagje e Tiranës. Unë ndodhem në fund të rrugës Jordan Misja. Aty ku dikur, para viteve 90, shtrihej ish uzina Dinamo. Ka kaluar 35 vjet nga shëmbja e murit të komunizmit, të diktaturës në Shqipëri, dhe në ish ambientet e uzinës Dinamo, sot jetojnë familje. Këto familje janë strehuar në këto ambiente pas viteve 90, diku nga vitet 95-96, dhe që prej asaj kohe banojnë në këto objekte që ndodhen pas krave të mi, dhe janë 2 pallate, pra 2 ndërtesa të kthyer në pallate, ku respektivisht janë 10 familje në njërin objekt dhe 10 në objektin tjetër. Kështu kanë jetuar në normalitet në pritje të privatizimit. Por ka ardhur një ditë që këtyre familjeve u kanë ardhur dhe u kanë trogitur nder që të lënë ambientet, sepse pronari i tokës ka para bler objektet me gjithë njerëz brenda. Sepse njerëzit janë aty, e thash që nga fillim vitet 90. Këtu ka patur përplasje. Banorët kanë kërkuar që të respektohen afatet e gjykatës, sepse çështjet janë gjykatë. Pasi me vendim qeverie të vitit 2013, këtyre banorëve u ka lindur e drejta privatizimit. Privatizim që nuk ka ndodhur në 12 vitet e qeverisë socialiste, por vendimi i qeverisë qëndron aty, ai nuk është anulluar. Tani këto dhe të tjera unë do t'i diskutoj me banorët, sepse ata janë hallk madh. Ata do dalin. Do dalin nga shtëpitë dhe nuk u jepet asnjë dritë jeshile se ku do shkojnë. Po më e keqja është se këtyre banorëve nuk u është dhënë asnjë informacion, për më tepër u ka ndryshuar edhe kontrata që kanë patur me OSHE. Unë i kam mbledhur një pjesë banorëve këtu. Banor, faleminderit që jeni bashkuar emisionit Fol. Faleminderit që pranoni të flisni për këtë emision. Faleminderit nga ju. Faleminderit. Do ulesh, do na bashkohesh, të ta japun këtë? Ja. Jo. Ullë si s'ka problem. Jo, mos rri në këmbë. Nuk rri ti ullë. Okej, dakor. Dakor. Zonjë, si quhesh? Unë Zoja, Knajsi. Sa vjeçe je? jam 62 vjeqe. Sa kohë që jeton në këtë? 27 vite. 27. Kemi ardhur qysh në 98-ën dhe këtë banesat ishin të liruara dhe ne kemi hyrë se s'kishim ku shkojmë. Të pastre. Të pastre. Pastaj ne kemi jetu për një kohë të gjatë, kështu si hym, kemi bën ndryshuar pak sa për të jetuar, se ishin objekte të shtetit. Çka kanë qenë këto objekte? Objekte të shtetit të uzinës Dinamo Zyra. Zyra. Dhe nuk qatë ditë deri në sot ne nuk na ka ardhur kushkedera që shtëpiat janë tonat ose toka ose as një komunikim as shteti dhe as privati. Kur i lidhet marrëveshjen për ujin dhe për dritat? Unë për të seri edhe për ujit edhe për dritat. Jo, shumë e rëndësishme kjo. Po. Sepse në atë moment ka njohur shteti. Në momentin që shteti të lidh ujin dhe dritat, të njeh. Ne për banorin e saj. Kontrata previzore na kanë bërë qysh në vitin 2006. Në 2006. Po përpara? Përpara ne kemi marrë dritë, po këtu s'është paguar dritë elektrike si gjë, siç ka qenë për gjithë popullin, jo vetëm për ne. E kuptoj. Pastaj në 2008 më duket i kemi bën kontrata të rregullta dhe kemi vazhduar paguar. Pra para 15 e kusur nga një herë kemi paguar, nga herë dhe s'kemi paguar. Në 2008-2010 këtu pas ka dal objektet pas kanë dalë në ankand. Në 2010? Po. Ne nuk kemi njoftuar për këtë punë. Pronari i tokës ka marrë letra falca, i ka qujtë shtëpiat pa banueshme, objektet braktisura. Pra letrat kanë të bëjnë me banohet apo s'banohet objekti? Po, banohet apo s'banohet për të privatizuar nga pronari i tokës. Është pronar tokë real? Ka një në real, nuk e dim. Ai thotë që jam real, unë nuk e di se unë. Por ne nuk na ka njoftuar kurse objektet janë në ankand. Po. Për të blerë. Kjo është në 2008. Po, për të blerë. 2008-2010, në të 2 vite. Po si shpjegohet që në 2013 qeveria mori vendim? Në 2013 qeveria ka marrë një vendim për privatizim. Kemi një vikemendor që objektet e shtetit
Po. të kalojnë banorëve që ekzistojnë edhe jo gjitha gjërat i ka ditë qeveria, as kryeministri, as një pjesë që e kishin dorë. Janë bën prapaskena. E kuptoj. Ju nuk jeni shkëputur ndonjëherë nga kjo zonë për shembull. Asnjëherë kam 27 vjet që jetoj këtu me ujë, me dritë, me familje. As në 90, do të thënë që nga 97 e këtej ju keni jetuar pak a shumë këtu. Në këto. Po. Ne në 2013 kemi tentuar që t'i privatizojmë me ente banese, me kështu, nuk privatizosh sepse këto ekzistonin të privatizuara nga pronari i tokës. Do me thënë, enti banesave, po më thuaj që ishte mbi vendimin e qeverisë? Dite mbi vendim, se vendimi është më lartë. Nuk dite, enti banesave, ne i bëm gjitha letrat, dhe enti banese thoshte se këto objekte që në kanë privatizuara. Po se dinte Berisha që ishin privatizuar? Nuk di unë se që dinte Berisha, unë di që di letrat që flasën. Po pra, letrat thonë që ju ti privatizoni. Po. Banorët jetojnë. Po? Berisha ka nxjerrë vendimin duke ditur se kjo objekte janë të banuara nga banorët. Janë banorët saj zonë. Fillimisht ka qenë vetëm për objektin. O ta tregajon e vllasi jam marrën me atë punë. Oke, ma thuaj. Me 2009 kam punuar e vetë këtu te uzina, është uzina e kucave. Po? Dhe kam punuar me shit zotin, se thatë jam i zotit tokë. Po? Kam punuar vetë. Po? E kam bën ndërtimet tana, halas i kam marrë lek. Dhe ja kam çuar edhe letrat me vlerë, i kam marrë letrat me vlerë, i ka pagu dikush tjetër, i pronoj tjetër, i ka pagu letrat, ja kam harruar emrin, e ka dikush atje. Shën si ka punë të veta. I ka pagu lek, ka marrë letrat me vlerë dhe kem pas llafin me te, unë personalisht, me marrë vetëm çka ka në fabrika. Dhe në bënë ndërtimet, e kom bënë në telefon, ja to ka jam e se jam, e kom bënë prejashim e të liket tëna me lekmija. Dhe kem pas lafin me te, njerëzisht, burrisht, po budala e kuim, që nuk ja kom marrë me firma, po se kom tjesë veç për veti. Dhe që janë konë me në uzine i kom tjerë, të thë me emra, se kanë pas i vetë 2. Dhe sa ne tjerët ma i fundit të ardhë në altetetën. Unë jam një nëjtë partë, ka qenë uzine ati kur këtu, kanë qenë me drejtër të uzine, me gjithë punëtorët, me komplet dhe mundë me i gjithë, se ku ndodhen ata dhe me amor me deklarat notariale si kënë qenë këta banorë këto. Jo, jam shumë dakord. Dhe, mas i doli kjo, jo se më tregojune. Mas i doli kjo, as 2013 se këtë ditë, as se ka ditë ku shko. Kur nuk e ka ditë. Si ka dali vendim, unë e kom qenë me ta dhe nuk e kom ditë. Ka firmos dikush në 2009, kush a i si ka firmos? Dhe në qovë se boli këtë emision, vetëm sa me shluë radhë, mos e lëdhë një fare. Jo. As ju dhe as kur kush. Jo. Kush ka firmos, ai që ka firmos, shkojnë burë. Jo, ti prapë... Se vetëm shkojnë të jalon të vajtë një vetëm I po i dalun e të shpitar. Jo, po më... Atë tjerë. Dijo, ti prapë më keq kuptove. Shiko, ky emisioni dedikohet popullit. Por, unë nuk arrit do të kuptoj, edhe ata që na shikojnë, që si ka mundësi del enti banesave më i fort dhe më lartë se sa vendimi qeverisë. O shok, edhe enti banesave s'ka di gjë, mërvesh Fadilin, edhe enti banesave s'ka di gjë. Unë të janis me të në drejtore ato që edhe 3 muaj dit ja bojmë, edhe 2 muaj dit ja bojmë. E kanë qua topografin, se ja kom arruaj, me nësia si ke pagu lek. E ka qua, kem bua aktin notariale, ja ke marrë si është nën kontraktor i qeverisa e bashkisa e shojmë tash, për këtë punë. Dhe mënyrë kategorik jam shku vetë të drejtorin, me gjithë këtë topografin që është fijem për këtë punë, dhe gjithë muaj nga kanë thonë, edhe 3 muaj, edhe 6 muaj, edhe 10 muaj, edhe 12 muaj. Për ta privatizuar. O Fadil, a ka mundësi? Po, do me dhe një pjesë i kanë bërë letrat, Një sekund. Po. Ne, aji Romeos që thuti, e kanë dërguar shteti për me bën letrat, me bën preventivin e banesave. Po, që atëm ka thonë. Aji ka bën preventivin, aji nuk zgjatë një ditë, një sekund. Nuk zgjatë një ditë e 2, ka zgjatë me muaj. Kur preventive dosjet janë bën për shkuën të entit e banesave, për i dërzu atje, ato i kanë hapë dhe në entit banesat ekziston të tapi të Gzim Hoxhës. Musë ma kanë thonë të vjerë. Unë kam qenë vetë, Fadil, se i kam një Unë fulla për veti, musë ma kanë thonë. Asë këndërjes ma ka thonë. Kjo është paradoks. Përshëndetje. Faleminderit. Për këtë problematik që kemi ne si komunitet. Unë ju pash në protest. Po të mos kishit protestuar, unë nuk do ta dija problemin tuaj, kështu që protesta është gjëja më e mirë që ju keni bërë. Atëherë, nëse ju si gazetar erdhni të njartë këtu për të na çuar neve deri aty ku kemi ngelur sot, unë do t'ju falenderoja shumë e të kisha shumë mirë
në kuadër të këtij komuniteti. Jo, unë dua vetëm fjalën tuaj ta çojmë ashtu siç e thoni. Është bërë çfarë është bërë, ne jemi në këtë situatë. Në 2013, Po. kryeministri atëhershëm ka bërë atë VKM e ka shfuqizuar atë çfarë ishte para 2013-s. Kjo prandaj e pyeta unë, se s'mund të dalë. Emrat e 83 familjeve që banojnë këtu në këtë komunitet. Pra ju i keni, Po, e keni. në VKM që është në Po. të kryeministrit asaj kohe ne kemi VKM. Kjo VKM ka emrat e të gjithë banorëve kryefamiljar që janë në këtë familje. Problematika jonë ka vatur tek enti i banesave. Po. Unë personalisht kam vajt disa herë te enti i banesave dhe nuk më është thënë që unë nuk e njoh këtë VKM. Por më është thënë që është në proces. Bravo. Atëherë ne duam që kjo gjendje që është në proces nga ju si gazetar, a na e çoni te enti kombëtar i banesave të na privatizoj? Sepse VKM-ja është. E qartë, ju tani keni filluar gjyqin. Edhe në momentin që a keni filluar gjyqin. I pjesë, po i pjesë, jo. Mirë, ai pastaj bëhet gjyq njësues, pastaj sepse normalisht ju nuk është njëri do marrë, njëri do marrë, se ju jeni të gjithë në të njëjtin hall, në të njëjtën barkë. Jemi Po. emrat e të njëjtën VKM. Në të njëjtën VKM. 83 kryefamiljar që janë familje që kanë emrat në këtë VKM. Mua më habit fakti, kjo VKM është bërë në 2013. Po, Ka patur plot 12 vite kohë për të zbatuar. su zbatuar. Asnjëherë, në asnjë etapë të saj, apo deri diku është zbatuar. Jo, nga neve të paktën në sa di unë, jo, nuk u zbatuar. Nuk është zbatuar. Jo. Por ju ama këtë e keni armën më të fortë që juve ju linde drejta, që nesër edhe në gjyq ta mbroni. Çështja është, jeni informuar mos kryeministri pasardhës se ka shfuqizuar? Ja. Është në fuqi. Ne kemi marrë vërtetimin më para javë. Pra, Problematika jonë është vetëm haka ka ngelur vetëm tek enti kombëtar i banesave. Kjo është problematika jonë, që enti kombëtar i banesave nuk ka dëshirën se për çfarë arsye nuk e di që këtë VKM ta ekzekuton. e kuptoj. Në kadastër jeni interesuar, a ekziston pronar zotëria akoma? Nuk i ka, të gjitha janë bërë, kjo VKM i ka shfuqizuar të gjitha. Kjo ka kaluar edhe me truall, edhe me ndërtesë, u ka kaluar banorëve. Nuk ka më qa diskuton në as truall, as... Pra, thjeshu, juve ju ka kaluar, ju s'keni marrë tapin. Po, ka ngelur... Vetëm s'ke marrë tapin, ose ka kaluar me VKM. Vendimi i Këshillit Ministrave shfuqizoi çdo lloj vendim tjetër. Këtë pra pyeta unë të pyeta. Se mbi këtë është vetëm gjyqi, mbi këtë është vetëm gjykata. Mbi një vendim që shfuqizoi gjitha tjetra. Tani i nderuar, sepse këto janë ndërtesa shteti dhe ndoshta toka është e privatit. Neve nuk na intereson, na intereson që kryeministri ka shfuqizuar gjithçka, tokë edhe ndërtesë shteti dhe e ka kaluar direkt banorëve. Enti kombëtar i banesave duhet ta ekzekutojë këtë VKM. çfarë ndodhi në ditën e protestës? Ju dini gjë një që po vinte pronari? Kur e morët vesh? Si e morët vesh që po Morë vinte? vesh unë, vetëm unë fillimisht jam kanë në këtu. Po? Ja. E kuptoj. Unë ta sqaroj. Një enti kombëtar i banesave na ka njohur gjithmonë, faktikisht. Po tapis na e ka dhënë, letra s'na e ka bën. Përgjithësi, në shtëpi e ka bëha më ma thon, por ne jo. Kryesorja me ditë, ai që e ka firmos në 2019, thonë se ka marrë vesh në mënyrë kategorike si pjesa tjetër e kësaj është Skanderoj. Për shembull, aty është një limadhe, edhe ai vllami pas vet në krye udhëzisë se çfarë bën ai. Se me pakon puna për me morë që ashtu, se unë ja njof min Skanderoj, me djeme me qika. Qysh i duhet ky, vetëm se avokat, i duhet një hisenik. Dhe nuk e ka kur falloj mundësi, më interesua kush në 2009 kush ka firmos. Cili ministri ka firmos, me çdrejt ka firmos, a ka pas banorë këtu, dhe ku si e ka shkujt, se s'pa mërmene si ka në njëri putal, si e ka shkujt si s'ka banorë. Mirë, e keni ju Se këtu që ka banorë, që vetëm edhe një sekund, këtu që ka banorë, që është 97, maksimumi 98, e di tënë shteti. Që janë bërë të në fushata që tu, e di dirama, se kam thonë në tiku, ka qenë aty, ka thonë zotëria, kjo shpia këtu, si është e imja, ku të kalojnë Fadroma mi truptimin, atë e kalojnë prish këtë palat. E ka thonë e dirama vetë? Po, që i kemë dy shpitarë tonë, ti marrë me fjumë 50 vjetë, me Mimi Kavajlin, me komplet, ti marrë me... Po pse si shkuat prap ke dera Ramos? Po ku shku te dera, vlla, te dera, këtu janë arsi, unë jem kënë këtu. Këtu pa ditë kur kush zë jem ardhë, unë jem ka kësi dikush te dera. Kur ka ardhë kërshia atyve që ka për plas dirën, tha, janë lartë të dritave. Kur ta në dirë, thash, po hamër, qa keni, thash, tha, po jo, po,
duhet me hek panelin. Unë për zotën u utova, thash, ju sheket paneli dritave, vlla. I thash, për qa, bo? Thash, ko si s'ka pagu, ko s'la japu në lek, e mi e, për që sheket? Tha, jo. Kuj mërdit ati, thash, qërë kua? Sa ati, cili numër, që ku ki, le të e numën, merë në telefon, ke pagu tam. E mu në telefon, po e regull që shkak në allëj, bon qa bon fjall, thash, se sun heket, tha, kur boj gjysore, tha, ta s'del mon emën tonë. Kush vlas del në emën tënë, tha Sati, për cili Sati dritave? Ta ndruan emrin e Pret Satit? mëre, në është adhe mësë me ba që ndru, janë ndru të tjeve. Po tënve mëre, unë sekund mëre, prit. Kur ashtu në që tu, tha si e mo fatili. Po kush e mune mëre, tha je lëmodhe, që shë pat emnin mëre. Edhe, ku e rëtu, tha si ki mo fatil, tha po ki kështu, tha po katale vla, që shë mund mandra Satin e kombleme lekmija, a jemi, po më të vetë, po dit, po zon. E thash, hek lanë punë tonë dhe hek në ushafe, kur për takum të nesmen. Erdhen edhe atat nesmen, së një kapim kur këmë dhe për fjedha kënellë, po i këtë, po u budalë si thënë qa ku i kini letrat. Erdhen e na hekëm, së një gjetëm emnat kur nga jem mirë, që tu. A nuk e tregut vendimin e qeverisje, ne jemi O, këtu. shë ke këm lanë të nesmen, më taku këtu, me mor avukatën, me mor njërësit, së në shumë ka himbet kalësu se du të me lajti orë me ty. Jo, e kuptoj. I thashë, nuk jam përfajsu si tonë palati, si se me autorizu, nuk është janë vogël kjo, për me full në amen tonë ve. Po. Nese nojë 11 për taku këtu, janë bukurash, edhe ti me tes, prit avukatja, prit tënë së një gjetëm, ku i lekshëm të për thera, her ishëm këtë herë, anë një mojë veç vendimin, që është kënë jarë, në që drejtë kënë jarë. A e ka logrit, thot, do më e bëjë rrugë si tu. Dakor do në rrugë një tërko rrugë, vla. Masa ndë i thonë, është donacion. Po ti del vla për në donacionit se prej luajnë katë, e dirin që është bo makina prej të unaza, shëshur si e ka bo, e ju lumë shëndur, e diri këtu. Po. Këtu, ka për rrugë. E për që atë të hilja, se këtë që janë të në budal. Në kohë se ka të shkujtin s'ka banor me ana, me një ka të punë, e në shkullave i ishime. Ne vim tu, ne vime të marrë zërin ty. E para dhe ti Po tatuar. të fola unë e shoko ti përgjishta Të unë, gjitha këtë dushtin të shumë mburë. bukur. Atëherë, e shikon atë kamerën atje? Po, Drejtoju kryeministrit atij që të ka rraf gjoksin këtu. Ç'a Po ju ka drejtoje? dojtru pa isni sallo shok, se se Ore, ka morë vesh. Se ç'a ka iku, çfarë do i thua? Jo, a e di vetë, ko si ka ruët vetin, të janë një stëvë Çfarë do t'i thoje Ramës po ta kishe kaq Po, përballë? Ç'a do do i t'i thoje? thënëm ki thënë vetë la. Për qëtë pallat, jo, drejtu qëtë pallat, po tha për të nusinën. Ku të kalojnë fadroma, mi, trup temin, tha hi fadroma e prishtit të pallate. Leta ti kini te une. Ka thënë vetë me kujt vetë. E qartë, Se e në kam pësim shumë ka thënë vetë më për e rajone. kam shumë qartë. Shumë qartë. Ate në më thash, kur si e ka thaj fatini mirë, e pranoj edhe tash. Ka i më 17 vjetë e pranoj. Po. Ja të kalojmë edhe zotëris, Urna. zotëris tjetër. Po. Nështë ta unë po ashtu këtu, ka ndodhë një krahmarrje. Pronari i tokës, që dënë të ndërtoj pallate këtu, ka ndërtoj një dhe dënë të ndërtoj edhe tjetrin. Qeveria, me sa e di unë ligjet e ti, ka nxirë një vendim që asë një banor ma nuk del jashtë, në qoftë sa është për pallate, do të merren vesh me pronarin e tokës, për ndryshej do të strehohen nga shtetin qoftë se bje rrugë e bje objekte tjera, me sa e di unë këtë vendim. Dhe ai duke pas parasysh këtë vendim, ka bën një krahmarrje tjetër. Pas kanë miratuar në bashki Donacion. një projekt për Gjoja do ndërtoj një rrugë të lagja me donacion. Te ky tuneli këtu? Te ky tuneli këtu. Ka marrë gjitha kontratat e dritave të këtij pallati, emrat e gjithë banorëve dhe i ka hedhë në një emër të vetin. Dhe këta tani nuk kanë ku të derdhin lekun e dritave, se atje del sistemi fshirë. Jo del në metatia në modhe. Po pra, nuk kanë ku t'i pagujnë sepse është del i fshirë. Del një emër tjetër, në Del në emrin emër tuaj. tjetër, jo në emër këtyre banorëve. Një sekond. Mos është. Dhe ju s'dini gjë fare ju. Dhe nuk dinin gjë. A di që kanë ardhur me i pre dritat. Po me panelin të Dhe- Po pse me i pre? A ja kaluan emër të atij Po ata tjetrit? duan... Apo duan me pres, ai është... Tani, një sekund ta shërimi që e Po, mora unë. po, e s'ka problem. A e keni këtë dokument? Nuk e kemi. Se keni parë. Një gjë tani, një A sekund. këtë po kërkon të 2009-ës? Kush e ka firmos 2009, unë e ka marrë vesh, Aha. unë e nërë me hek dritat, pa jave. Jo, jo, janë dy momente. Një moment është që është vërtetimi
që është i pabanueshëm, një moment tjetër është blerja nga individi. Unë po kërkoj dokumenti që është i pabanueshëm. Zoti gazetar, kontratën e blerjen e këtyne ka bën vetëm me anë që asaj, se nuk blehej dot me banor mbrëm dhe ka marrë atje në bashki, pa i treguj kuj. Pra ka ndodhur në kohë të bashkë. Ka në kohë të 2008-2009, kur ka qenë Lulzim Basha kryetar. Jo në 2009 s'ka qenë Lulzim Basha. Ka qenë 2011 Lulzim Basha. Kur ka qenë, nuk e di. Ka qenë Edi Rama në 2009. Nuk e di se kush ka qenë, po. Kryetar bashkie Edi Rama në 2009. Kush do të që të ke qenë, 2011. kush do që të ke qenë, se ju nuk leni me sqarua, në 2008-2009 janë bën privatizimet. Ka dalë objekti në këmbë, kanë shku pronari i tokës, ai e ka të drejtë në qoftë se objekti është pa banor, ai ka drejtën e blerjes. E para blerjes, po. Dhe aty është blerë. Pastaj se që kanë gatruar, kanë futur në bankë, nuk i di atë më rapa. Si ka mund si me zeti jo? Pra zanafilla e asaj që ju quani korrupsione pa rregullsi nis në 2009 kur është quajtur objekti i pabanueshëm. Kur është quajtur objekti i pabanueshëm? Na ke marrë vesh para 30. Tani për ta bërë këtë objekt të pabanueshëm, ata i kanë put ujë drita. Gjoj, ai kanë heq kontratat që këta detyrojnë dalin, ata të prishin pallatin dhe të vazhdojnë ndërtimin e pallatit tjetër. Se në pallat janë edhe në gjyq. Kaq. Ne kuptoj. Sa banor janë në gjyq këtu te ky pallat? Familje. 8. Jo, Familje janë 8 pallat. të gjithë pallati është në gjyq, domethënë? Po i pallati tjetër si ka akoma? Ne nuk e kemi quajtur në gjyq akoma, në fakt nuk na ka kur nuk na ka ardhur kush te dera, as me thonë është imi, as lirojeni, as ne ka për dritë as ujë. Edhe ne para 30 vëlla, se s'ka ditë kurkush. O thash. Po ju keni frikën me që i erdhi ti, mund na vi dhe ne. O shoh, unë në fillim sysh në 2009, si thash, se kom punuar vetë me ta, na ke balon me ta, më bë 3 pallate për komplet zonën, edhe me marr sa shpikës, edhe na jep dakord vëlla, edhe më prishë me rani marrveshje. Po në mënyrë kategorike, as një fëmijë, as dikush zot tek ti, se janë ardhur 5 elektricistash aty a ditë, nuk ke ndigja. Veç ka presim. E kem hedhë në gjyq se një vit e sa për shpejtu letrat, se na vënojshin antibanesave. E qartë. Tash ka dalë në 2009. Po kush do t'jenë 2009? Kohë Lulit majnë përgjithësi, se ai Lulin nuk ka, po... Jo, më nuk është Luli, jo, është tjetër kush. Majnë përgjithësi, qyshe ka firmos, 2009 si s'ka banor. Si sa mos me konë ka filmime. Ka filmime, mërë. Filmime zjedhjeve, ka i shumë filmime. Nga 1999 Ikën njerëzit. Ka komshis që ka pagu drita dhe ujë këtu. Dhe e ka të gjitha dokumentuara. Ju kanë ardhur më njerëz politikan që për momenti kur rau gjoksin i madhi që është sot drejton vendin? Jemi sinqert, paktën mu, në çdo lloj radhe kanë thënë do t'i privatizojnë edhe 5 muaj, edhe 6 muaj, jemi sinqert. Edhe atje më shkoj jo po duli vendim, jo po bllokoj vendim, me qenë tamam real. E kuptoj. Pra premtim pas premtimi ju keni menduar që një ditë do bëhet. Po, e pa diskutueshme. Kush më tha mua që këtu kanë lindur e sot jam me fëmijë. Unë e mërë sot. Më martuë si tu, kanë le fëmija si tu, fëmija janë me fëmijë, në delë para 3 ditë që thëtaj, se është e deklarume, se mund është me i dzirë, emnat e fëmijëve, fëmijë kjo të kjo. Jo të gjenda civile, mërë, i ki edhe të doktor Resha, i ki edhe... Po që e ke gjenda civile i ke në gjithë shërbimet. Po edhe në klasë shkuar, vla. A kanë marru fëmija ka 20 vjetë shkullë. A ndonë punë se 10 vjetë. Atë dhe e punë. Unë e kam si djalin në klasë 7, e kam 20 vjetë me 2 fëmijë. Dhe më thënë që është rritë këtu. Është shumë qartë. Ju tani keni shuar në gjyq të punën gjyqin e ri, po përgatisni një gjyq të ri për ndryshimin dhe tjetërsimin e kontratës. Një nga banorët e ka shku me fakultetat dhe i ka dalë kjo këto. Një nga nesë, ne gjithë nga ka dalë, po i kjo ka dalë emni ati që një janë alimave. Edhe më kanë mirë dritet po paguë. Unë nuk e kom shpinë këto në palat, po kom mas palatin një koqe. E qartë, e kuptoj. Edhe asë njërës në ka ardhë kush. E kuptoj Asë një herë të shumë. djerë asë në ka ardhë kush. Nise, ne do filmojmë edhe kontratat, jo kontratat, ato librezat që ju i keni, edhe do t'i fotografojmë për t'i treguar që ju jeni banorët këtu që prej... Ne për kaq sa dim, ju informuam. Referuar shpitalimi për sotën, nderuar gazetar. Dua dhe kërkoj nga ana e media, sepse ne nuk e kemi gjetur të drejtën për Po? që VKM-ja
që ka dalë në 2013, e cila për mua është ligjore dhe nuk e diskutoj fare, të ekzekutohet nga organet kompetente shtetërore, Ministri, Enti Kombëtar i Banesave dhe Kryeministri. Do duhet që institucionet, qoftë edhe prokuroria, që edhe prokuroria speciale që e quajnë këta, të kuptoj dhe të hetoj pse në 12 vite nuk ekzekutohet një vendim qeverie. Sepse këtu pastaj ka një pikpyetje të madhe. Mua më sheshohen të gjitha gjërat. E kuptoj, më e kuptoj. Po këto janë ente, nuk mund dalin mbi qeveri. Në ekzekutohet KVKM dhe banesa të bëhet e imja, pastaj flasim për një moment. E kuptoj, e qartë. Që VKM-ja që ka dalë në 2013 e kryeministrit duat ekzekutohet për ta banorë. E qartë. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje shkurtër publicitare. Ka dhe shumë banorë tjerë që do na thonë të vërtetën e këtyre pallateve. Pse këto pallate nuk u privatizuan në 2013 kur doli vendimi i qeverisë, ndërkohë që na del që kemi një vendim qeverie që thotë shtëpia i takon ose pallati ose ky objekti 3 kaç i takon banorëve, kemi edhe një vendimarrje të 2009 që e ka bler pronari tokës. Shumë nonsense në Shqipëri. Në Shqipërinë tonë ligjore, me të cilën kryeministri ka premtuar se të shkojmë drejt Bashkimit Evropian. Me një mbas publicitetit. Rikthehemi miq, ndodhem në fund të rrugës Jordan Misja, diku afër fundit, ku ndodhet 2 objekte, dikur ish pronë e uzinës Dinamo, që për viteve 90, fillim viteve 90, banohen nga banorë, të cilët në aso kohë ishin pas 3, u vendosën në këto objekte bosh, dhe sot e kësaj dite kanë jetuar me shpresën se një ditë, shumë të afër, do bëheshin me letra. Dita erdhi në 2013, kur kryeministri mori një vendim të kenë të drejtën e privatizimit, pra të blerës dhe privatizimit dhe të pajisjes me tapi. Nga 2013 në 2025 ndodh një fenomen i çuditshëm, mirë që nuk janë privatizuar, por del që i ka bler pronari tokës të objekte me gjithë njerëz brenda, siç thonë dhe vetë banorët që e pranojnë që kanë qenë këtu që në fillim vitit 90, dhe për më tepër pa lajmërim u vjen dhe OSHE-ja për të prerë dritat, për të prerë ujin, që banorët mbeten pa shërbimin më jetik të shërbimit të drejtë. Qa ndodhi zonja ditë? Ditën e hane, ora tash mund të ishte 11 diçka, i poshtë në kabinë, ro dera dola. Më tha, ishin 5 të thoshin ata, se na si njofshim. Tha, zonjë tha kemë orë për shku dritat. Isha vetëm unë. Thash ja, thrasim edhe banorë tjerë, se na i kena me kontrol të gjithë shka. Thash masa ndaj dritat e mija, si po i pret ti kur nuk kom as një orë të po pagume. E mur njën nga ta, tha, ke librez, po i thash, edhe numër, po shër saat, i thash i fore, se na ke marrë të fore. Tha, kodin, thash, kodin e ke shkrujt aty, thash, se më i mandë. Tha, jo, nuk ekziston, tha, kë numër. Thash, ka 25 vjetë që paguj, thash, e kom librezen edhe të ren, edhe të vjetërën. Shkova mora librezen e reshin, pagu drita ato se me 16 ose 17. Po. Tha, i tha njën nga ata, u hoq veçmaz. Nështë i them falemderit, tha, bini mrapa shpis. Edhe e mylli, po e tha një diçka shumë të... Një dashamirës nda jush. Po. Tha, do ma jepsh mua, në asnjë mënyrë, thash veç me po, ti që ke ardhur me prej dritat librezen nuk ta ja. E mure po, zeshiri meri, paguaj gjithë shka. E futi në atë telefon në atë kodin e vetë, tha. Mojzojnë, tha, kjo është Florian Alimadhi, thash mu nuk më thot gjaj. Po mirë, për këtë dokumenti, nuk i theti këtë dokumentin që e ke me vull? E kishëm, thash, ja, të vullën s'është imja. E kam edhe 10 vjetrën, thash në shpi, thash po sollat rren që janë pagu dritat para jove. Tha, ky, tha, është Florian Alimadhi. Pra ka tjetërsuar të gjithë? Po, thash, more, është zeshiri miri, thash, kë leqi, thash, unë thash, po, ka punua, thash, në kesh vet, thash, e një gjitha regullat, nuk ka një muj që se janë pagu dritat. E pash edhe vetë dul Florian Alimadhi, zoti i shpis ke unë. Mirë, i them, thot edhe këtu s'ka banu kush nëjherë, thash këtu kanë banu e gjithë, thash 3 fëmija mi janë rritë këtu, janë shkollu këtu, janë martu këtu, janë me fëmijë vetë, thash edhe këtu janë ka paguin, thash qa janë të okse e gjitha, thash i ka marrë prej nesh, prej fëmijëve, prej meje, prej burrit, prej gjithve. Këtu tha nuk është banu e asnjëherë, tha kë
nuk ka qenë i banushëm. S'ka banu kush në i herë këtu. Tha ky zotëria? Ky zotëria. Të nesmet, kur erdhen këtu, ishte një makinë këtu, i thash aty, i thash. Na i thoni për qarë, pse shemet, tha do bëjt një rrugë. Po rruga ishte rruga aty, e dhe i manej aty. Po mund t'ishe një 10 metra, 15 metra rrugë. Thash, po ku ka marri ma fillim ma kjo rrugë? Tha, nuk e di, tha. Thash, si more nuk e di, thash, po këtu thash në rruga, thash, hajde i fje, thash, kallo të tunele, thash, kjo i bje, komplet, thash, mu prish pallati që ndërtu e dje. Thash, s'kan hy banorët halon, të thash, pallat që o bon, thash. Unë tha, nuk e di, tha, unë e di që këtu do bëhet rrugë. Tu e di që s'ka banu kush në i herë. Kjo është. E gjitha ishte, kjo që... Kush u a tha gjithë këtë... Ta ishin të bashkisë. Këta të bashkisë u a thanë këtë? Po, këtë të rrugës. Pra bashkia tha kemi bërë projekt për rrugë. Jo, një nga ata dritave, e po është që këtu su më isha men, e po, më tha, unë nuk jem kompetenti, unë edhe i ku e shkoj, a i tha, është vetëm rrugë, tha, do bëhet një rrugë, mund të ishin gjithë shka 20 metra rrugë. E kuptoj, pra... Këtu është bo një kapim dhe është bo një ndërhyrje koti. Bashkia vjen me një projekt. Pronari vjen me projekt zhvillimi. Thot e kam për zhvillim prone dhe ka sistemu punë për pallat. Pra, pronari vjen për ta shëmbur që të marrë tokën për pallat. Bashkia vjen për rrugë. Po kur ka rrugë për çka bëjë dritat? Çka i duan dritat aty o burr? Këtu është një konfuzion edhe një përplasje që nuk shkon. Se nuk ka projekt. Që të bie ndesh. Nuk ka projekt bashkia. Bashkia është kam blokuar me pronarët e me njerëzit që kanë interesa të vetat dhe tu është bo një përplasje e kotë sepse është për të bo Ju projektin e keni parë? A po pallat, a bon... A e keni pa projektin e bashkisë? Po jo mos na ka ardhur kurkush. Jo, vetëm As ke pa projekt asam. Po ishte ai. Ishte ai thaj projekti do të kontakuan fillim. Pra është një projekt. Ose këto ka lohet loja. Qartë. Nuk dim gjë, po është një projekt i bashkisë. Kurse pronari i ka marrë dhe janë letrat e sistemumës që në shkujen marrë në agjensi. Po? Që pronarët e kanë për zhvillim prone. A do bajnë pallate, a do bajnë... Zote më të veshë, ata e dinë. Nuk... Po këtu është më një përplasje që... Ndërhyrja njënit e tjetër dhe tjetër të tjetër në mënyrë mafioze, lidhje me një mafje të fuqishme, për të prejt dritat, për të prej ujtë, për të paralizue... Në që vetëm i sekund, se nuk për zjatë. Dëgjosh edhe këtu ke mikrofoni. Po bëjt jetisin në zona. Tu si është galata ma mo dhe mon tënë, po qësë bova ki kërkund, që a i hek dritat, prej në men tem, prej tënë këtë në ballateve, e kalon në men të vetë. Mas 3 orë se më vje, a i e më thëtë, ka mu boj rrugë këtu. Po mirë, që bëhat rruga, pëse hek dritat prej të unë e kalon në men të ati. Qëka në kaj duen? A ka për nërqim rrugë. Ashtë do me thënë, e di edhe lupa, se kjo është shumë e trash. Si këto ka mundohet më boj hile krejtë e nga trume. Shkojmë të policia, të në palati, me i boj denuncim se ti Alimadhit, zotit Alimadhit, se qka do po e ofendoj, edhe me i boj denuncim. Vjetë të në policia, thonë, po s'ki, qka lyp këtu, duhet me shku të keshë. Derin 12 natës, hezë më punë. Shkojmë të nesmen, kur shkojmë të nesmen, po shkoni të keshë, po s'dalim të keshë, jo shok. Se janë katallën të keshët me ne, shkojmë vetë, thonë, që e ka lypni këtu. Nuk jene, a keni letat e shpis jo, hecë për dire jashtë. Thash e zbot, thash kjo konflikt, o shok. Kjo në petje, zeshe. Pra po shkon drejt konflikti? Kjo mërë vesh, do shkon. Unë thome unë konflikt, me nese mu sa tjetë në ta, a kontrol me lënë kryet. Se mi hek dritat mu në za temin. Thash tërba shefin, se nuk janë tjeni të në shako. Nas du të korruptojmë të në vendin e me thënë të janë një loj. Se në moment, si i thash oficerit policisë gjysore, si të ishte me në mërë denuncimin, i thash duhet ta kim me shefin e komisiatit, tha hajte një pra, e firmos një aty e bënë e denuncimin. A e ka kupta? Pa e keni bërë një denuncim, e? Pa e kemi bërë në polici, e ju im gjysë atje ma tanë, e këtëjnë tjetën anë, do me thamë, kjo, oj, diçka që me rrërë e di edhe lopa, po ka bët njërë krejt trash, për më talë me ne. Se nuk i thatë që ju nejmin proces gjyqësor, si mund vini... Po i kom thanë o burë, i kom thanë ditën e parë, i kom taku 2 parë, ju e kem lënojë 1 majtë, së në kem qëtë kërkom. Ate, më sjarove, po aja të regove gjyqin që jemi në proces. Po i kom thanë me të parën punë, i kom thanë, thanë mirë, nesmen, merë avokatën, ke morë avokatën, s'ke shqiptarë si ka. Pra atë e thëmë, si komplet nuk janë të korruptu, më burë.
Se me ba që ena kisha drejtori i madh, a i tjetri, a këta kishin ardhë. Mos e kem pa kur mërë. Pra 2013 si më da kom arru punë, këtu e kem balon me pronarin, keshe pa e dik. Dalim vlaj biri se m'lje mua. Thonë fatin çat Pra ju, gjë që ta kuptojnë ata, ju e kishit lënë me këtë pronarin që këtu të ndërtoheshin pallate e ju. Pa më lënë unë më këta s'kan ditë hiç. Po mirë, jam Se dakord. kem pas vekemendje. Ata s'na kanë kalcuar hiç. Se në 2009 e kem bërë si s'ka banor këto. E punojshin me mua tën ditën, e paguajsha unë lek me bauzinën e këtyne. Ta pas kam punuar. Jo ma kanë punuar, po ishte kom duhet zak. Duhet zak. Sa lekë lënë te ky objekt për ta bërë banushën? Bo te ky kem lënë tën, s'kam lënë veç unë. Ti vetë sa ke lënë? Po ai kam lënë 10 milion lek bolljon. Me bët banushën. Po normal. Po tham 10 more. E kalon 50.000 euro, djali këtu 50 e tjetër, po si ku 10 me balon. Nuk ka rëndësi sa kom lënë. E di pse të pyet sepse ta kuptojnë që ju i keni marrë skelet këto dhe i keni Po banuar. diskutohet e punë. Apo jo? Nuk diskutohet e punë. Nuk ka si kemë akujnë qafë në botë. Vetëm a basi kjo hile, a ba hilja. Unë na ken llogarit, pa e ka marrë pjesën komplet. Dhe thajmë ka privatizë këtë pjesë. E Po kuptoj. tjetër nën, ka firmos, diku, po shesi ka firmos, atë duhet me zjetë dhe me ta. Ore, pronari ka drejt në vetë. Ju Dakor, kërkoni drejtën tuaj, që buron nga i vendim qeveria. Shumë dakord, po. Që buron nga fakti që Shumë dakord. keni 27 vite që jetoni këtu dhe Po, keni bravo. drejtën si banor. Pra, e drejta për strehim është e drejtë universale. Dhe ne që vim këtu që dëgjojmë popullin, nuk vim kundër ligjit. Ne vim se pam një vendim qeverie dhe mua mu duk nonsens që të ketë vendim qeverie e ju të mos jeni pajis me certifikat pronësie mas 12 vitesh. Kaq. Dhe më dhe më qartë se kaq nuk e di. Mas 27 vitesh, vjaj tjetri... Ja, t'ja qojmë zonja, se ka folë zonja gjatë gjithë kohës pa mikrofonës s'kam dëgjuar. Edhe vjen ai shpresa. Jam banore këtu që prej 28 vitesh. Sa vite ka ardhur? Çfarë moshe ka ardhur? Në mars të 97-s unë jam hinat pallat dhe nuk kam dalë asnjëherë prej tij vetëm kur kam dalë me bë pazar ose me shku në punë. Pra, Unë se kam lënë atë shtëpi kurr. Aty kam hi, aty jam edhe sot. e kuptoj. Juve s'u ka ardhur akoma? Ju ne s'ka ardhur aty, ka ardhur babit këtu. E kuptoj. Se na E qartë. edhe vjen zotnia mas 26 vitesh, o 24 vitesh si pagu që në 2007-ën. Ju në cilën gjeni civile jeni këtu, Të ë? njësia nëndë, Te njësia të nënt. gjithë jemi. Si me regjistrim shkolle, si me regjistrim Shumë e qendrës bukur. shtetësore, Tani te si me njësi- numër banese aty. Te njësia 9. Po të shkojmë tani ose po të shkoni ju tani. Figuroni banor me këtë adres këtu? Po. Edhe çdo post që e bëjmë ne na vjen drejtë në adresë shtëpisë. Mjafton ky fakt që ju Që ta ky fakt. dokumentoni, Po. që edhe nga data kur juve keni shkruar emrin në këtë bashki, që dokumentohet që në 2009-ën ju keni qenë Në këtu. Kaq e 2007 ne thjeshtë. kena bën gjitha kontrata çdo pjesëtori këtu në pallatet, si këtu, si atje. Po? I kena bën kontrata gjitha me rregull. Pra, Cilat po, kontrata? Për të ujin, për dritat? Për Po, dritave, e kuptoj. në radhë parë dritave. Po. Po edhe uji besoj keni Po edhe kontratë. uji e kena me kontratë, edhe dritat me kontratë, edhe i kena paguar çdo muaj me rregull, edhe një pashim lanë me kamat i kena paguar dhe me kamat. E si kena shput në herë. Ne kuptoj. Vjen ai zotnia tash në 2007 ne kena bë kontratën, edhe po e ka marrë në 2009 e ka marrë mas jena kanë në mrena. Ai s'ka ardhur kur me marrë ndërzim këtë pallat. As me thonë apa në kush se si ka bë letrat e dinaj, edhe atëherë, edhe si ka bë ky si ka marrë kontratat e sahatit sot. Ne kuptoj. Edhe Pra është e vjen ai, njëjta të njëjta zhduk- mënyrë Të zhduk pune. taksat, të zhduk drita si i ke paguë, të zhduk të tëna me njëherë t'i fshin nga sistemi. Edhe në kontratën tonë e shkon e del tjetri. Edhe shko të kjesh i lyp, thot ti nuk je në këtë kontratë. Mas 3-4 ditë që ai ka kërku me shput po atë kontratë. Po në atë kontratë ai do shputej drita ime, jo ati. Me Dhe do kuptoj. isha unë. Me qartë. Edhe ai ka lyp me shput vetë, herë me e bon vetë për mini, pastaj ka lyp të kesh me shput. Pa ai do shput të dritën tonë, jo të ati. E kuptoj. Edhe atë ditë u bon me policë që tu, u bon me u thirrën policë, tha mos shkonin komisariat se nuk deshin me marrë denoncimin, se ku ishi ilja dishin ata. Edhe kur erdhën të keshit, nuk erdhën këtu me një urdhën, se ne atë ditë i tham, si dhe urdhën e punë, s'ke një urdhën pune? Urdhën pune s'kishte. Jo. Jo, po të marrë shefin, jo po të marrë ashtë, dhe u bon ajo që ke patin Ai që media. pashur.
O zotri. Mos të përgjigj ju se nuk e kam ndruar emrat. Unë jam elektricist. Vjen dikush shtëpinë time ndron. Unë zbatoj urdhrin e punës. Tani a mund ta ndroj emra, mos e zbatoj urdhën. Është urdhri paligjshëm o zotri. Në urdhër punë menuar protokoll. Po nuk pyesim për urdhën. Unë kam thënë në emër të filanit. Nuk ka të mball për ball zotri. Ta dash një prezant dita ato ka bëhet si mund të ketë paneli. The nuk ta dash ato morën telefon. Ja ti ai shoku jot, ai shefi morën telefon. Edhe tha faturi mirë, a dimitor tha jo, s'ka në rregull. Pasi shishojmë tha nuk del bëhem jot, del isha ti ali modhet. Jun tha një pikë si këto. Me pikë ato me pikë. Tash më thua se jo. Si se një vëlla. Po ti po i lë. Në prezencë të prumata. Po ti pjosha. Pjosha. Si to e dira bashati o kon me kryetare fakistas ras situ. Me Nikodhelin situ. E dalsa aty ka thonë ashe çfarë vërtet. Po, fasha e ndërtes ta e dirams. Kur të kalon mbi trupin tem, ai bir kur në fatron fajat. Fati me vinim zonit ta striktit pas sjelljeve. Nuk parë kështu. Unë e desha se kam problem. Pa jetë djemë tha dhe shtë të dhësh. S'kam thonë gjë nuk. Ti e të tha djesh aty. Jam kënë vetëm unë e tha shoshëm. Qyshe këti panel. Dhe së djemë dhuj nuk e djali madhin. Shiko, ju thatë 10 janë këtu, 10 janë këtu, po tjerët 83 familje janë edhe të tjera. E kemë na këtu në zinë që dikush medve ke me ka bon letrat e i ka pagu taksat e krejt. Pra, në ato VKM ka njerëz sot që kanë certifikat punësie. Mbi 10 familje si kanë morë medve ke me janë bë pronar, mund mrena uzinës rrëthimit. Kurse këto 2 pallate su bon nëjher, as pronar, e tash dojnë me në morë edhe dritat, dojnë me në morë edhe ujt, dojnë me morë edhe shpinë. E kuptaj, shumë i qartë. Kurse medve ke me, po medve ke me, shumë shtëpia këtu kanë bën letrat e shtëpisë, janë bën pronarët vet. Ne s'u bëm kurr. E kuptoj. E se di kur do bëm. Faleminderit. T'ja kalojmë zotrit. Si quaj? Të Çehoja. Banori i këtij pallati, besoj. Banori i këtij pallati këtu. Sa vite ke? Kam 27 vjet që jetoj këtu. Tash 27 vjet me po bëj drejta këtu në rregull. Dhe të ndryshohet ajo plazha mos ka. Janët që na Jo, po në këtë rast kemi ndërhyrjen e shtetit, ë? Sepse ju po thoni që deri dje, atëherë kush ka? Keni libres? Ka ndonjëri libres me vete? Jo, libres fizike. Okej. Ja, këto shumë bukur, se këto janë dëshmi reale. Atëherë, këtu është paguar deri marsi i 2025-ës. Jam shku me i parabuar. Ato si ke pagu ti edhe prillit. Ja, marsi 2025-ës. Prilli dhe maj, po thot zonja, kanë kaluar në emrin dhe zotrisë. Pra marsi, këto janë të 2024-ës. Kjo është e 2023-shit. Kemi dhe librezën e ujit, që është e plot, po. Po, ja, ta marim një mikrofon që të mos, ta marim pak mikrofonin që të flasë zotëria me mikrofon, mbaj pak lutem, jo s'ka problem. Aha. Ja, drejtoja kamerës, ato drejtoja kamerës. Po? Që këto do t'i fotografojmë, këto i kemi vetëm për ilustrim këtu. Dhe librezën këtu e kemi, është e fotokopjuar, është autorizuar sepse na duhen për dokumentacion. Po? Këtu po të shikosh, viti është 2008. Po, kjo është shumë e rëndësishme që problematika fillonte me privatizimin e objektit që në vitin 2009. Kurse ju jeni banor 2008. Ka dhe më përpara. Ky dokumenti tregon që ju keni qenë banor në 2008-ën, minimalisht në 2008-ën kur keni lidh kontratën. Edhe më të vjetra. E qartë. Dhe blerja është bërë pa banor në 2009. Apo jo, kjo është. Tani ti e i ri, kryeministri thot ktheuni nga emigracioni, bëni bujtina, mos u largoni të rinj. Çfarë po ndodh me ty? Ti te ky pallat e ke? Po, këtu banor. Te ky pallat këtu. Edhe me qenë se përmendte këtë gjë, unë Shu ka thënë kryeministri, unë thjesht përsëris. E vërtet. Unë kam studiu inxhinieri ndërtimi. Kam qenë student ekselent fakultetin e inxhinierisë ndërtimi. Sot shtroj dhe profesion si pedagog i jashtëm në fakultetin e inxhinierisë ndërtimi. Po. Kam mbaruar masterin për struktura këtu në fakultetin e inxhinierisë ndërtimit dhe për shkak të rezultateve të larta kam fituar edhe një bursë, kam mbaruar edhe një master të dytë në Francë, në Paris. Super. Pra kemi një intelektual. Kam patur mundësi pafundme
përqendruar atje për të vazhduar jetën, karrierën time atje, por për shkak të shumë problematikave këtu, për shkak të dëshirës për qenë vendin tim, qoftë në të mirat në këqijat e saj, për qenë pranë familjes, pranë komunitetit, sepse ky problem ka nisur që unë kam qenë andej. Edhe më thonë, meraku dhe ai sikleti rrjedhojës së kësaj problematike, ka bërë që të kthehem dhe të jem këtu. E kuptoj. Pra të bësh të betejën me... Të betej, së bashku me gjithë. Po, a e din të paktën me kë ke betej? Me kë po bën betej? Se s'po e kuptoj, me pronarin, me shtetin, me hipotekën, me kë? Se unë s'kuptova gjë sepse këtu... Sepse kjo betej nuk është e tanishme, kjo betej ka filluar shumë më përpara, me premtime të shumta, me sidomos premtime elektorale që qoftë nga të gjitha palët, nuk po specifikoj dhe asnjërin parti as tjetër. Vin këtu dhe thonë, na jep një atë votë sepse kur vi partia do ju ndihmojmë, ju takojnë, i keni me ligj me tjetër e tjetër. E njëjta histori përsëritet gjatë gjithë kohës. Ne kemi mbetur në shirë të fatit. S'është kujtuar kush për ne, tani që pronarit i ka situata aty që duhet të ndërhyjë, lëviz mekanizmat e veta, nuk e di në shtet, ku i lëviz. Edhe tani jemi në këtë pikë që ne duhet të lirojmë pallatin, ku kemi me vite që banojmë këtu, kemi rreth. Ju kanë dhënë një datë lironi pallatin? Jo. Nuk na kanë dhënë një datë, por të gjitha këto procedura që po merren tani janë për një qëllim të vetë. A e kuptoj. Pra, fillojnë me një projekt rruge që unë duke parë nga këndvështrimi i profesionit tim duket pa sens. Pra kjo është rrugë pa krye, a? Pa krye, fillon këtu del kot aty. E më fillon këtu del kot aty, 3 metrë mes pallateve, si këtu bën pallate. Këtu nga para apo nga mbrapa? Këtu. Këtu. Po. Para ditë thonë këtu, mas ditë thonë. Prek diku një cep. Pra është e pa qartë. Shumë e pa qartë. Prek diku një cep të pallatit aty, thjesht për alibi që shiko tani, duhet prish pallati sepse ne na kalon rruga aty. A e kuptoj. E qartë. Po pallatit ku do ndërtohen para mbrapa? Është ndërtu një pjesë e pallatit mbrapa dhe kthesa tjetër do vi këtej. Ka kanë projektin aty, gjurmën aty dhe duhet prishin këtë që të bëjnë pallatin e vet. E prishin të gjithë sipas projektit që mendohet? Prishet gjithë, prishet gjysma? Në momentin që do prishet një pjesë pastaj është bie struktura. Struktura e tillë që është në mbajtje, do prish një anë, do bie edhe pjesa. Si pyetet ti? Po. Me kë e keni betejën? E kemi me shtetin, apo e kemi me privatin? Po këtu, do më thonë futosi e kemi edhe me shtetin. Unë komponuar në gjohë, komponuar 30 vjetë komponuar për lejtë që shteti elektricist. Po. Nuk kom në gjuhë kur një jetën time, kom në gjuhë, as s'ka në gjuhë kush, as keme në gjuhë, si ka mundësi, marrë i bjeri potë, e ta mërë ty kontratën, ose të ujtë, ose të drejtave, pa gjyqë, ose pa firmën tonë, se unë që jam të më, ka marrë kë jam i lidhë me ty, ti e shteti, kur të merë kontrata ime, kur të prishi unë kontratën me ty, jo unë jam i detruëm, do largohen nga Tirana, do ikim fshat në veri, o do prishi kontratën e ujtë, do prishi kontratën e drejtave me ty, atër, ti drejtën një edhan kujduash, asë ka asë në rëgudorje, asë në linë shtetit. Se me dalë jam me thonë, bora ka në dhe në lushnje. Po s'ka lodhë, kur burë, vetëm shtu ka lodhë. Jo dhe me thonë, tu kemi hasë. Jo hërë burë. Të thëmë një fakt të vogël. Ne kem pagu dritat, kem pagu ujë, kem pagu shkallë, kemi pagu gjetëbrim, kemi pagu taks për shkolla, edhe disa si kem pare. Edhe i ke pagu gjitha, edhe në ardha tjetër. Thot prenori, thot aja një madhe. Po kur, po të vinë mërë prenori, vinë mërë burë prenori, ta kur të vene edhe thot, po zëtëri, kjo toka është e inja, ma faktorin në dokumentet që është e inja. Po. Edhe në takor të burë dhe, po ku dur të ashe të dur, kjo a një madhe, na dole të ashe, po, 2025, edhe na dole, dhe me thonë, masë subon asë një mujë, por ai mund të jetë pronar. Pyetja madhe është që si keni dy dokumente që ju thoni ekzistojnë, që kontrastojnë me njëra tjetrën. Njëra që është shitur objekti dhe një tjetër që është e kryeministri që thotë ky t'ju shitet juve. Asë ditë e kem luftën e shtetit,
As e di as me kushara animave për ta drejtë. Ne atë mos ta ofendojmë se do na akuzoj ama se kemi përdor fjalë fyse ndaj një individi. Jo, nuk e pendoj zotëri. Zotëria ka bërë martu, mu ballafaqu me ne. Po, me artë kryp. madje përmes këtij emisioni, nëse do zotëria, ne bëjmë prap javës tjetër, ose mas 2 javësh, të vijë dhe zotëria në anën tjetër, me banorët. Ne si televizion jemi thjesht për të informuar popullatën çfarë po ndodh. Këtu kemi një situatë në prag të një konflikti social. Një konflikt që mund vendos përballë ish pronarin apo pronarin që e ka fituar me drejtë se i takon nëse është pronar. Kemi edhe këta zotërinë që kanë një vendim qeverie si njerëz që kanë të drejtë jetojnë në këto objekte të vendosur nga me firmën e Sali Berishës, kryeministrit, në 2013. Ky është vendimi i qeverisë. Kemi edhe listat këtu, diku këtu, se unë e kam parë vendimin, ku i kemi edhe emrat. Vendimi është i 2013-ës i... Se janë gjitha... Jo, du të shoh datën. Data është 24/4/2013, numër 324 si vendim. Kemi edhe listën. Kemi dhe listën, vazhdon lista, sepse është e gjatë lista, janë 80 e kusur, 74 emra, 74 familje, krye familjar. Kështu që këto janë dokumentat e zeza mbi të bardhë, nëse do pronari tokës, mund ta bëjmë prapë emisionin, po në të njëjtin vend, po me të njëjtët njerëz, të vidh ai me avokatin, me juristin. Nuk kemi asgjë kundër pronarit që ka tokën. Çështja është të sqarojmë qa do ndodhë me këta banorë që ka një vendim qeverie në 2013-ën i pas batuar dhe në 2025-ën? Edhe pikpyetjet e tjera në lidhje me ndryshimin e kontratave. Tani, kush do t'i thot një apel të fundit kryeministrit? Këtu e një apel të fundit kryeministrit që të vi këtu, nuk e ti, puna jote. Jo, Fadili e dha mesazhin e vetë. Të ekzekutohet VKM-ja. Atëherë, ja. Atëherë i bëj thirrje gjithë institucioneve shtetërore, të cilat kanë targetin për të ekzekutuar këtë VKM të këtij kryeministri, ta ekzekutojnë këtë VKM dhe këto 74 familje të këtyre 74 banorëve t'u bëj banesën të vetën. Okej. Kaq. Në të kundërt çfarë ndodh? Në të kundërtën normale ndoshta me këtë rastin e fundit që ka ardhur OSHE-ja mund të ndodhë edhe një konflikt normale, patjetër mund të ndodhi si është i përjashtuar konflikti, kur tjetrit i vjen, i pret dritat, i pret ujin, i heq të drejtën e mbajtjes së një dokumenti i cili është ligjor, sepse një pavarësisht se është librez dritash apo librez uji. Është dokument. Dokument me vull. Ka një target ligjor. Sepse nëse këta banor nuk i paguanin dritat, si gjithë të tjerët, sot mund të kishte ajo përbën vepër penale. Dhe këta mund të ishin paliri. Normale sepse akoma është në fuqi ligji që kush nuk paguan dritat dhe ujin, ajo mund të shkojë tek organet e drejtësisë. Prandaj ju lutem të gjitha organeve kompetente, enti kombëtar i banesave, këto banesa janë për privatizim. Procedura privatizimit është shumë e lehtë se sa një procedurë për hipotekim. Për të marrë legalizim, se s'po gjeja fjalën e duhur. Prandaj këto institucione, këtë VKM ta ekzekutojnë dhe gjithçka sheshohet. Në momenti që ekzekutohet kjo VKM, nuk ke nevojë as për proces gjyqësor, as nuk të vjen të troket, as edhe një institucion tjetër tek dera për të prerë dritat, ujin apo për të hequr çdo të drejtë tjetër, sepse ne dimë që drejta e strehimit është një drejtë ligjore dhe drejtë të gjithë njerëzve që jetojnë në rrugëllin toksor. Nuk mund t'ia heqësh të drejtën e banimit personave dhe njerëzve pa një të drejtë. Nëse shfuqizohet kjo VKM, ai ka gjithë të drejtën të bëjë këto veprime. Por aq kohë sa kjo VKM është në fuqi, nuk ka të drejtë kompetent asnjë person që të vite dera dhe të trokasi banorëve. Unë dua që kjo VKM të ekzekutohet, i bëj thirrje të gjitha institucioneve, kryeministrit, ministrit përgjegjës, institucionit kompetent që është për privatizimin dhe ekzekutimin e kësaj VKM-je, ju lutem ekzekutoheni këtë VKM. Okej.
Atëherë, shumë e qartë, zoti kryeministër, zbato vendimarrjen e paraardhësit tënd. Kjo ishte esenca e të gjitha fjalëve që thanë banorët e dy pallateve tek Jordan Misja, ish objekti i uzinës Dinamo, ata jetojnë këtu, kanë ndërtuar jetët këtu, kanë hedhur gjithë kursimet e jetës këtu, kanë lindur fëmijë, janë rritur, janë bërë dhe ata me fëmijë, dhe një ditë bukur me këto lëvizje e shohin të qartë që mund të rrezikojnë një ditë të dalin nga shtëpitë e tyre, edhe pse ka një vendim qeverie që do duhet t'i bënte pronar, jo sot, jo dje, jo para një viti, po para 12 vitesh. Ky është emisioni miq nga rruga Jordan Misja në Tiranë. Emisioni radhës do jetë në një tjetër cep Shqipërisë. Ne do shkojmë kudo ku ka zëra, ku ka qytetar, ku ka kurajos që kërkojnë drejtën e tyre, e drejt që u mohohet sa nga shteti, sa nga biznesi, e një zot e di.